Mungesa e një koalicioni pasgjedhor mes lëvizjes vetëvendosje dhe ndonjërs nga partitë në Kosovë ka bërë që për herë të 27 të dështoj konstituimi i kuvendit. Edhe pse në media u raportua edhe vetë Kurti e pranoi se kishte bisedime për një koalicion me nismë socialdemokrate të Fatmir Limajt, një gjë e tillë deri më tani nuk ka ndodhur. E shkak për këtë, sipas Kurtit, është bërë kërkesa e Limajt për ta marrë postin e kryetarit të kuvendit, gjë që është refuzuar nga kreu i vetëvendosjes. Ndërsa vetë Limaj disa herë ka paralajmëruar se shumë shpejt do të krijohet shumica parlamentare, por nuk e bëri të ditur nëse ka hequr dorë nga kërkesa e tij për të marrë postin e kryeparlamentarit, synim ky i hapur i nismës socialdemokrate. Por analisti Faton Mehmeti thotë se arsyeja pse Kurti po e refuzon Limajin mund të jetë përfshirja e këtij të fundit në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sa për Limajin është natyrisht çështje politike dhe është e ligjshme kërkesa e tij dhe synimi i tij për ta marrë postin e kryeparlamentarit, është gjithçka politike, por ajo që nuk duhet me pranu, Kurti është që Limaj ta marrë këtë post, për shkak se një njeri që është në listën e zezë të SBA-s me udhëheq institucionin më të rëndësishëm, pra kuvendin, është e pafalshme. Kjo reflekton keq edhe në pasqyrën e Kosovës në skenën ndërkombëtare, dhe kjo mendoj se është arsyeja pse Kurti nuk po e pranon koalicionin me nismën, shprehet Mehmeti. Sipas tij, kryeministri Kurti nuk e ka synim koalicionin me nismën, kur dihet se Limaj pas vetes ka vetëm 2 deputet. Nga ana e Limajt është krejt korrekte dhe politike, ani pse i ka veç 3 deputet, mirëpo Kurti nuk e ka synim të bëj koalicion me Limajin, më tepër e ka pasur synim që t'i përçajë me Haradinajin, në mënyrë që në rast se shkohet në zgjedhje të reja, asnjëri nga ta mos ta kaloj pragun zgjedhor, thekson Mehmeti. Kështu që ta shohim në fund se loja e kujt po triumfon, apo triumfon loja e Kurtit që t'i përçajë dhe të shkojmë në zgjedhje nacionale, apo po triumfon këmbgulja e Limajt për postin e kryeparlamentarit. Por po e them që në rast se Limaj merr postin, nuk do t'i bënte as pak nder Kosovës, duke e marrë parasysh të kaluarën e tij, ku ai është në listën e zezë të SBA-s, si dhe pas vetes ka vetëm 2 deputet, përfundon analizën Faton Mehmeti.